gjysmë shqip, gjysmë greqishte, dhe ato në fakt e bënin edhe më komike, efektin e bënin më të fuqishëm. Mua sot Panajoti më tha që edhe Panajoti është nga Imara në rrënjët e tij të lashta. Tani pas 90-s në fakt kanë ardhur shumë aty. Po Panajoti në Imar ka ardhur për të themeluar organizatën Omonia. Omonia, në 91-ën. Dhe e gjete vendin pjellor aty për organizatën. Po ki shkuar Bakojani s'para. Jo, Bakojani s'ka vajtë në Imar. Jo, ka ardhur Panajot, po ka ardhur kështu në kushte konfidenciale. S'kishte, nuk kish pozit politike, po që kryeministër babaj. Ishte ministër kulturës, më gjithë. Që kryeministër babaj saj. Jo, është vërtet ajo që, në më thënë, duke vajtu në gjurmët e profesor Paskalit, do më thënë, rrenjët tona, në qojnë pikërisht në Imar. Bile, duke qenë pjesëmarrës në një kongres antropologjik, ku bëra dhe objekt studime antropologjik, do me matis antropologjike, për të paharë... A ishë Himariot apo jo? Jo Himariot apo jo, po do me që lidhje kemi me Sarakacenjt dhe me Dorikët, në matit antropologjike. Ti ku dole aty? E Dorikët? Faktikisht nuk në dhamë do një ashtu, po fakti që... Panajot, më falë, po mos e kompliko ka shumë originën. Jo, nuk e origina është të thjeshtë, unë pikërisht për këtë gjithë duhet të flasë. Unë, kohë të fundi, do më thënë, fare rasisht gjeta një libër të rektorit të Universitetit të Athinës në vitet 30 shekull të kaluar, i cili është nga Vunoj. Këtë e mbjem në saktësova tani Edia dhe risaktësova ma risaktësoj profesor Qufi, që bes fjallë për Mihal Dendjan. Këj profesor i shquar, në thot disa gjera që unë besoj se duhet marrë në konsiderat. Dhe para se të kaloj në këto fakte, unë duhet të them atë që të gjithë e themi, flasim për një vlerë, si që është Imara, për mua është një vlerë e jashtëzakonshme Imara, të cilën mund të kenë zili, jo vetëm ne, po mund të ketë një, domethënë, mënyra se si u evolua Imara, mënyra se si reflekton kulturë, rezistencë, ndjegesë dhe identitetë, është një shembull që të gjithë universitetet besoj që mirën me antropologjinë, do ta kenë objekt studimi. Dhe ne pikërisht të kjo vlerë kaq universale, aq e pretenduar për kohën e sotme, ne krijojmë grindje dhe përplasje. Dhe kjo është shumë e çuditshme, ndoshta është fenomen shqiptar, ndoshta është fenomen ballkanik. Atje që në shekuj është krijuar një bashkëjetesë identiteti dhe krijimi Imara thot për shembull akoma dhe sot, kur i kemi pyetur në çfarë jeni ju, na thoshin Imariot. Domethënë është identiteti i tyre individual dhe në një ambient kaq të vogël gjeografik është krijuar një identitet i pamohueshëm dhe që reflektohet vazhdimisht. Dhe pikërisht nga kapemi nga realiteti sotëm për të parë historinë, do shikojmë historinë për të ardhur tek... Mendoj se gjykimi duhet parë nga historia dhe për të ardhur tek to. Unë dëgjova për shembull për polifoninë. Të gjitha deduksionet e mia kërkuese më çojnë te fakti që polifonia aktuale që kemi ne sot, të cilën kam diskutuar dhe me muzikolog, edhe me Vaso Tolën e kam diskutuar, edhe me Kostaq Lolën, që janë njerëz që janë marrë jashtëzakonisht shumë me këngën polifonike, pranojnë pak a shumë në parim tezën time që thotë që kënga polifonike e kënduar sot është produkt i polifonisë ekzistuese që në kohët e lashta, që në ato që thot Kadareja, do më thënë para koreve të dramave dhe të tragedive greke, dhe ka një mivendosje atje të polifonisë perëndimore, muzikore, orkestrale, dhe kjo ngjizje për shkak të bashkëjetesës për një kohë të gjatë të pranisë së Venedikut dhe të Italisë ose të perëndimit atje, ka krijuar pikërisht këtë mivendosje dhe këtë formë të polifonisë 3-4 zërshe, vokale, a kapele, pa vegla muzikore sot në Imar, me të cilën ne mburemi. Pra, kjo është Imara për mua. Ky identitet i cili thith pa asnjë paragjykim, hiç paragjykimet tona të sotme, të gjitha vlerat që i vijnë rreth rrotull dhe krijojnë identitetin e vet. Ne tani duhet të përplasim dhe të themi, është kështu apo nuk është. Është një realitet i tillë dhe kush secili mund të shprehet lirisht pa patur frikën dhe pa patur asnjë paragjykim. Ai është
ai sillet dhe nuk jam dakord me profesorin që thotë çështja e identitetit etnik është çështje është çështje domethënë faktesh. Jo, gjenealogjike. Është dhe çështje ndërgjegje dhe çështje gjenealogjike. Është e drejta ndërkombëtare, se them jo. vendimi i gjykatës ndërkombëtare. Të mbaroj. Tani, profesor Delia thotë kështu. Profesor Delia thotë kështu. Profesor, ti që fajtë çështja ndërgjegjës të njeriu, fakti është ndërgjegje. Është një edhën objektive. Nacionaliteti është edhën objektive. Cilët janë ata element që përcaktojnë? Ato element janë përcaktojnë identitetin dhe jo dhe individin. Profesor, mos i ngatrojmë, se ne u morëm tani me gjuhën për të përcaktuar identitetin etnik dhe gjuha është vetëm një element. Juridike nuk është dakord që jam dakord. Jo, nuk është juridike. Po kështu e kanë thënë. Nuk dëshmon të referohet etike. Jo, dëshmon atë Barga në Evropë. Tani, lutem, ta përfundoj Barga dëgjojmë të reportazhin. Dëgjojmë të reportazhi atje që thotë që emri Himarës vjen nga fjala shqipe profesor Dhendja. Nuk është diçka e shpikur ajo, po të kërkosh në Wikipedia e gjen një para etimologji, domethënë është një etimologji popullore. Një etimologji popullore që ne nuk duhet ashtu. Profesor Dhendja thotë atje për shembull që emri Himar është emri i Perëndis dhe shkruhet thot me jota dhe jo me epsilon jota. Me epsilon jota ka shkruar për herë të parë Katakuzinos, thot dhe është me Perëndin, që është Perëndia e erës, thot e detit, e stuhive, e rufeve dhe pikërisht në Himar plotësojnë të gjitha këto kriteret për të pasur emrin e kësaj Perëndie. Dhe është emër i Perëndis të cilën që vjen që nga lashtësi, që nga antikiteti grek, karakteristik për Epirin që është çështje e eksportimit të ndërgjegjes së brendshme, dhe ajo është emri i Perëndis, Himar. Ashtu thoni, po ti ishte historianët grek, e nuk e shkruanin me hi, po e shkruanin me y, si thoni juve. Historianët grek, apo jo, edhe gjitha dokumentat grek. Nëse këto janë debate. Të mbaroj argumentat. Tani tjetër gjë që na thotë që gjuha greke e përdorur, dhe kjo është një vërtetim që edhe unë e kam vërtetuar. Gjuha greke e përdorur atje thotë, ka element të gjuhës dorike, dhe thotë shumë fjalë nga ato që përdoren në Himar janë fjalë të cilët janë përdorur në gjuhën e Homerit. Tjetër gjë. Kur unë kam marrë fëmijë nga Himara dhe i kam çuar në Kipro, dhe njerëz të rritur nga Himara që i kam çuar në Kipro, mua më bëri një përshtypje të jashtëzakonshëm se si Himariotët në 92-shin, 93-shin. Kur Himariotët arritën dhe mirëshin vesh jashtëzakonisht shumë mirë me kipriotët, me dialektin. Atëherë shumë Himariot flisnin greqishten që e dëgjonin edhe nga televizori, ë? Jo, flasim për dialektin. Dialekti i Kipros, dialekti popullor i Kipros nuk ka të bëjë, është shumë i lashtë dhe nuk ka të bëjë me gjuhën zyrtare. Është një formë arkaike. Është një formë arkaike, pra. Dhe ata mirëshin vesh jashtëzakonisht shumë mirë me njëri tjetrin. Dhe mua më bëri jashtëzakonisht shumë përshtypje. Kjo bë shkak që të nisi që përsëri sot, domethënë, Universiteti i Athinës dhe vendës rektori i Universitetit të Athinës në bashkëpunim me shumë njerëz të tjerë po studiojnë pikërisht këtë evolim të gjuhës dorike në Himar dhe në Kipro. Ka shumë komente se dua të ndryj një se më pengove. Ariani është më i vogël, do më dëgjoj. Ta shkëmbejmë bisedën. Po, ta shkëmbejmë pikërisht për këtë e kisha fjalën. E para për fjalën në Himar ka shumë variante, nuk është vetëm kjo që përdor Dedja. Dhendja e kam librin e di në shtëpi. E kam mbiemri Dede, nuk kam mbiemër në Himar Dhendja. As Dhendja, as Delia, as Dian Dede. Ose Dede. Kam librin unë. Është në një tjetër. Po, është Dede nga Vunoj. Dede nga Vunoj. Nëse s'ka rëndësi kjo. Në shkruar në biografinë e tij që thotë unë jam nga Vunoj. Po që, tashi, puna e varianteve të gjuhës greke në Himar ndryshojnë. Himara vetë, Himari qytet sot, edhe në të kaluarën, ka folur me një aksent tjetër se sa e folme që ka pas Dërmiu dhe Palasa. Dhe kjo shpjegohet nga influencat e ndryshme që kanë pat këto tre fshatra, influenca e gjuhës greke që flitet në Himar, vjen, pa nga Qipro, si që thonë juve, po ka një teori tjetër që vjen nga Mani,
Një minutë, më falë, mos bego. Po, kurse gjua greke që flitet në Dërmi dhe në Palas është më shumë gjua e Korfuzit. Po të vëshre, ka një intonacion gjua e Dërmiu dhe Palasit që afrohet gjuhës Korfuzit. Unë për shumë, kur kam bajtur në Korfuz për herë të parë, me njerë jam familiarizuar. Po, në shqiptim. Sepse ne përdorim për shumë fjallën shë. I mariotët nuk e përdorin fjallën shë, thonë së. Edhe kanë dhe edhe mënyrën se si e ndërtojnë frazën, shpesher e kanë konstruktin e frazës disi më ndryshës sa e kemi neve. Pra, ka veçori gjua që vjen si rezultat i influencave të ndryshme kulturore që kanë qenë në shekuj. Alban, unë duhet ta thjeshtoja pak muhabetin edhe për lehtësitë e atij që na ndjek dhe na dëgjon në këto momente. Më erdhi mirë se është e vetmja gjë dhe për herë të parë që jam dakord me Panajotin se tha që i mariotët kanë një identitet, po jo për gjërat e tjera ndoshta politikisht nuk kam qenë dhe shumë dakord, po që identiteti i mariotëve është pak i veçantë, për të thënë, po dhe duhet kuptuar. Pa i hyrë elementve historik, pa i hyrë pemëve genealogjike, pa i hyrë argumentave gjuhësor që i përkasin të kaluarës dhe aq më keq shumë të kaluarës përpara, ka një logjik shumë të thjeshtë që unë nuk jam historian, po si gazetar dhe si nip nga ajo zonë, mund të mendoj që Krajina e Marës, duke qenë krishterë në 500 vjet perandori turke, mund ta ketë pasur shumë kollaj të lidhet me grekun për shkak të fesë, për shkak të shkollës, se o do mbeteshin pa shkollë, jo, më falë. Ta mbaroj arsëtimin se... Po jo, pra se mos nisem nga sot se kishte kufi... Ishin të veçuar sepse ishin me fetë ndryshme një farë mënyrë dhe kishin një farë autonomie që dhe Stambolli e njifte. E bëri Venediku veçime nga pjesa tjetër e territorit që ishte kushtuar nga... Pak rëndësika në po jo të mos flasim me dikim që ishte e lidhur me grekun edhe me... Jo, them, i mariotët do shkolloheshin. Ku do shkonin për të shkolluar? Në Stambol, si shkonin pejanët, prizrenasit, Elbasanlind apo qytetet tjera të Shqipërisë që kanë qenë dhe qendrat e muslimanizmit, jo, do shkonin në Korfuz, siç kanë shkuar dhe paraardhësit e mi, do shkonin në shkolla greke, sepse me ata i lidhte feja, i lidhte pozicioni gjeografik dhe 500 vjet perandori turke është shumë e lehtë që kjo zonë që nuk ka lidhje gjeografike me Greqinë përveç detit që e afron me Korfuzin dhe nuk është një zonë, siç e tha profesori në fillim të bisedës, që është një zonë kufitare ku popujt apo minoritetet gërshetohen nëpërmjet një shteti dhe një tjetër, dhe siç ka në Evropë shumë shembuj të tillë. Dhe kemi dhe një rast tjetër të një fshati që ne s'po e përmendim që është greqisht folës, si është Narta e Vlorës, si s'ka lidhje as me Imarën dhe është në po edhe ata flasin greqisht dhe ka dikush që pretendon që kemi kombësi greke. Jo, ata, do të thënë, ata kam idenë që janë pranuar si ata kanë ardhur për të punuar shkripore. Vlorës është thash një fakt. Profesionistë që janë marrë një grup profesionist. Mendoj që elementi historik kur ne i hym kësaj çështje, i mariotëve është elementi më i gabuar, më nacionalist, që mund të bëhet në arsyetimin e aktualitetit të sotëm. Aq më tepër kur ky arsyetim është politik. Nuk duhet të bëjmë ne lojra siç bën nacionalizmi grek dhe nuk duhet të bëjmë ne atë që kanë bërë serbët në lidhje me Kosovën. Unë jam marrë shumë vite në Itali me çështjen e nacionalizmit dhe e di dhe them me bindje këtë që elementët historik, elementët gjuhësor të para 300 shekujve aq më keq kur flasim për Omerin. E kupton të diskutojmë gjuhën e Omerit dhe Y-in apo qen se si është prononcimin se sa as pak pragmatiste nuk është në realitetin e sotëm. Cilët janë elementet që ne nuk duhet, sepse ne nxisim vetëm nacionalizmin, nuk mund ne duhet të ndajmë gjëra. Ne duhet të ndajmë gjëra. Nëse do flasim për historinë dhe për origjinën, do flasim për origjinën dhe për historinë dhe këto janë mese të domosdoshme. Nëse do flasim për aktualitetin, duhet të flasim për aktualitetin, që është ky aktualitet, por ama duke pranuar historinë. Origjina dhe historia ka vlerë studimore, ka vlerë akademike, ka vlerë shkencore, por nuk ka vlerë aktuale dhe pragmatiste. Sepse nëse ne për të gjetur të drejtën e sotme, se a janë i mariotët shqiptar apo janë grek, i referohemi
termave historike dhe të kaluarës sonë dhe termave gjuhësor, kjo nuk ndahet. Kjo lihet është një situatë aktuale sot. Me normat e Bashkimit Evropian, një njeri është i lirë të deklarojë kombësinë e vet, ashtu siç e mendon. Është e drejtë kjo apo është e gabuar, është një gjë tjetër. Por ne nëse do t'i dym banorëve të asaj zonës, pemës gjenealogjike të tyre dhe të zbulojmë se nga erdhën dhe nga